Atëherë, sot në kuvend po zhvillohet prej disa orësh debati për rezolutën e integrimit në Bashkimin Evropian, e dakordsuar nga të dyja partitë më të mëdha të vendit, Partia Demokratike dhe Socialiste, ku kuvendi angazhohet që të rrisë kontrollin parlamentar ndaj qeverisë, institucioneve të pavarura dhe agjencive shtetërore, duke kërkuar transparencë, auditim dhe llogaridhënie. Atëherë, kur është një rezolut e dakordsuar, pse ka shumë debat, përkatësisht 5 orë ditën e sotme? Sepse është një instrument politik, edhe debati mbi integrimin është një instrument politik i luftës politike midis dy kampeve, kështu që është kjo mund të ishte të gjë. Kemi patur edhe për rezoluta ku jemi dakord një të palët, për Kosovën, për gjenocidin apo asaj kohe për pjesëmarrjen në bordën e paqes, gjithmonë do kishte patur, kështu që nuk ka asnjë pikë dyshimi mbi këtë. Tani sigurisht që çdo polemik duhet të justifikuar, çdo debat, dhe opozita justifikon në faktin që përse na çuat në këtë pikë. Përse sot nuk jemi, si dy gjëra, është sigurisht mungesa e kontrollit parlamentar dhe kjo majorancë që e rritur të lëshonte pak sepse kjo dukesh shfaqesh në të zezë mbi të bardhë nga në raportin e Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian, ku dhe një tregonte me gisht faktin që në Shqipëri nuk po luhen kundra pushtetet, parlamenti nuk kontrollon, vendimet e KRSH-s nuk zbatohen etj. Pra kjo qeveri, kjo majorancë duhet të jepte pak, si thua, në këtë kuadrin i barit biles që këtë çështje e denoncon, duhet të lëshonte pe. Por kjo opozitë nuk tregon të kënaqur, okay, duhet parë në të ardhmen nëse vërtet do shtohet mundësia hapësira për kontroll parlamentar ndaj kryeministrit që dhe sot ai po bën numra me sa muren, por po ashtu duhet t'jap llogari kjo qeveri, kjo majorancë, përse sot Shqipëria nuk është në të njëjtin nivel me Malezi, i cili po përgatitet të nënshkruaj në të ardhmen të famshmin traktat të mbylljes së negociatave. Shqipëria është tepër larg. Këtë thot sot kjo opozitë. Prandaj zgjati 5 orë. E para, përse edhe një herë nuk jemi aty ku do të ishim, e dyta, ku jemi aktualisht, mungesa e transparencës nga ana e majorancës, te ku jemi me integrimin, ku është bllokimi, çfarë është i bari, çfarë pengon, pse se pranon kjo majorancë që çështja e Balluku ishte pikërisht ajo nyja gordiane që ka bllokuar avancimin në integrim. Pesorët janë pak biles. A është mosmiratimi i barit një sinjal politik apo është teknik nga vendet e Bashkimit Evropian? Është thelbësisht politik. Nuk është teknik. Teknik mund të ketë për shembull, nëse ti nuk si Bashkimi Evropian nuk mbyll kapitullin për peshkimin apo për arsimin apo për ekologjinë, këto janë teknike. Po i bari është kapitull politik. I bari është shteti i të drejtës, që është politike, sigurisht. Nëse zgjedhjet në Shqipëri nuk realizohen siç duhet, nëse drejtësia nuk funksionon siç duhet sepse majoranca bllokoi imunitetin. Këto janë çështje politike, nuk janë çështje teknike. Sa serioz është ky ngërç për objektivin e Shqipërisë për mbylljen e negociatave deri në 2027, siç pritet të ndodhë? Për momentin nuk është serioz, sepse i e bëra kohë, si thuash nuk po bën dot gol, fal për shprehjen, në minutën e 40. Po loja është 90 minuta. Pra loja e Shqipërisë, loja që Shqipëria ka deklaruar që do luajë 90 minutë, përfundon në 31 dhjetor 2027, bilesa mund të zgjatet në 20. Thotë Shqipëria kam kohë. Problemi është se si mund të ç'bëhet ajo që u bë, kjo është çështja. Si mund të ç'bëhet çështja Balluku? Si mund të jepet besim institucioneve evropiane që Shqipëria e kuptoi gafën e Ballukun dhe e korrigjoi? Si mund ta korrigjosh? S'mund të shkoj tani në majorancë vetë të Spakut, hajde ma kërko edhe një herë. Pra i takon tani Spakut të riparaqitet prapë në kuvend me të njëjtën kërkesë për të parë për dytë, nëse kjo majorancë ta herë do të bëj punën siç duhet, pra do të lëshoj Ballukun, do i jap imunitetin, do ta heq imunitetin. Përndryshe nuk nga ana sa serioze është, jo, jemi akoma brenda kohës, jemi ende akoma në gjysmën e 2026-s, kemi edhe 1 vit e gjysmë. Kështu që ka kohë për të përmirësuar, për mënyra se si kur do jetë era e ardhshme që Shqipëria të tregoj këtyre 9 vendeve që kanë rezerva,
se unë e kuptova gabimin, ke majorancë, dhe e korrigjova. Si do korrigjohet? Unë këtë se kam, nga ana teknike se kam këtë gjë në dorë. Nuk e di. Sepse Rama mund dozoj kudo te spaku, përveç atyre që i quan strategjik për të, balloku që strategjik. Kush mundi prapë në spak në parlament për kërkesë për heqje imuniteti që ky si ja jep, do ja bidhe. Për parametrin e jepte, për Berishën e jepte. Për asaj kohë për ish-ministrin e brendshëm edha balloku që si thua ai guri provës. Pra duhet prapë që çështja e ballokut të kthehet prapë në parlament për të parë nëse kjo majorancë ka fituar dhe i bari të zhbllokohet. Po në këtë rast nuk e ka më në dorë çështjen e majorancës, e ka në dorë SPAK. I takon SPAK-u të rikthehet prapë në parlament. Për mendimin tim. Çfarë do ndodhi praktikisht nëse i bari nuk do të miratohet edhe në mbledhjet e 19 dhe 22 majit? Asgjë nuk ndodh. Do të vazhdon, ta shpjegoj. Janë 33 kapituj. Okej? Çdo kapitull ti e negocion. E mbyll, por nuk e validon mbylljen. Pra i kosa nuk është validuar mbyllja e kapitullive, që ka të bëjnë me shtetin drejtës, 23-24. Po kjo të pengon të vazhdosh. Do negociosh për gjithë të tjera, për politikën e jashtme, për atë. Por nuk e mbyll dot. Si thua, jeni se do provimesh, ke 10 provime. Nga këto 10 provime, njëri është më i rëndësishmi. Domthon, në të tjera ti mund t'i japësh, po s'ta japin notën finale, pra i kohës se s'ka mbyllur një provim. Që është i bari. Pa kjo nuk e pengon Shqipërinë të vazhdojë të negociojë. Po thjesht nuk mbyllen negociatat. E kundra që po ndodh me Malezi. Malezi e mbylli i bari, pra që drejtës është në rregull, tani që tjerat e formalitete se mbyllen i ka negociuar ato. Mbyllen njëra pas tjetrës dhe Malezi është gati për të firmosur traktatin e integrimit. Shqipëria kjo është, pra, kjo është si thua ajo rëndësia kardinale, kapitale e i barit. Se pa i barit nuk mund asnjë kapitull, po edhe me i bar të bllokuar ti vazhdon të negocion. Pa, po përdoret integrimi europian si armë politike mes mazhorancës dhe opozitës. Ju e thatë pak më parë që është një debat politik mes së dyave, por megjithatë është duke u përdorur akoma më shumë. Po është përdoret edhe më shumë sepse kjo po shikoni strategjinë e opozitës, cila është? Do të thotë që zgjedhjet që u bën në Shqipëri janë të pandershme. Ky parlament është në mënyrë i paligjshëm, i dal nga zgjedhjet e pandershme, pra unë si opozitë kërkoj zgjedhje të parakoshme, po që zgjedhjet e parakoshme mos prodhojnë prapë të njëjtin rezultat pas adimit zgjedhjesh, unë kërkoj zgjedhje të parakoshme të procedura, pra të avancuara, të paraprira nga formimi i qeverisë teknike, pak a shumë siç është një formulë që është praktikuar në Maqedoninë e Veriut. Shumë bukur. Që të arrihet kjo, duhet që edhe ndërkombëtarët të japin okein e tyre, sepse Rama po s'pati presion ndërkombëtarët. PD-ja dhe mund t'i trefishoj ato manifestimet si në kohë, i bëtrej një javë, ashtu edhe në përmbajtjet, ti radikalizohet 3 herë, Rama se ka si problem, mos pyes fare dhe shton ai dhunën policore. Pra po si që presionin ndërkombëtar, kjo opozitë s'mund të realizojë agjendën e saj, zgjedhje teknike, zgjedhje parakoshme, qeveri teknike. Dhe si mund të bëhet faktorë ndërkombëtar që keni dhe ju me interes të na dëgjoni neve opozitë për zgjedhje parakoshme qeveritike, sepse po shikoni që me këtë majorancë aktuale në Shqipëri ju nuk po arrini dot të mbyllni barin. Kështu që dhe ju perëndimor jeni dhe ju të humbur, sepse ju çfarë doni ju perëndimor europianë, doni pikërisht që të ketë një integrim sa më të shpejt në Ballkanin Perëndimor për dy arsye, e para sepse edhe është lufta në Ukrainë me Rusinë, pra Ballkani Perëndimor është pak a shumë i barku i butë i Evropës ku mund të hyjnë fuqi armike europiane ndaj Evropës. Dhe arsye e dytë është se vitin e ardhshëm kemi zgjedhje që ndajnë në Evropë, në vendet kryesore, Gjermani, Francë, Spanjë, ku forcat më radikale ekstremiste djathta vinë fushat. Prandaj dhe Europa ka një nxitim. Dhe çfarë bën ky opozitë duke shtuar presionin në këtë moment? Të bën i thotë europianëve me mua në pushtet, këto probleme që keni me Tiranë mos do i keni. Ne menjëherë do ja japim
në thonjën Balluku, ne edhe një herë bëm pre pastrim parave, i bëm pre hyrjes drogës, nuk e di sa është e gatshme, sa është e mundshme ta bëj opozita, por pak a shumë ky është, si thua, narrativi i kësaj opozite është drejt perëndimore, drejt europiane, për të thënë që keni interes që ti rishpërndani kartat të Shqipërisë me anë të zgjedhjeve parakohshme dhe që dhe juve vetë të avanconi në dosjen e integrimit të Shqipërisë. Se me Ramën keni ngecur në gosht.